Të nderuar miq, jemi në emisionin special për sot, Kina vitet 2026-2030, ekonomia e dytë më e madhe e botës, çfarë i rezervon për ekonominë botërore. Kemi nderin të jemi sot në studio me profesor Dr. Selami Xhepa, presidenti i Universitetit Evropian të Tiranës, UET, studiues dhe ekonomist i njohur. Profesor Xhepa, përshëndetje mirësevgjë. Faleminderit për ftesën tonë. Gjithashtu me zotin Eduard Gjokutaj, ekspert i njohur pranë Altax. Zoti Gjokutaj, përshëndetje mirësevgjë. Mirësevgjë, faleminderit. Dhe me profesorin asociuar Dr. Claudian Muço, zëvendës dekan, Fakulteti i Shkencave Ekonomike, Politike dhe Sociale, Universiteti Zyrja e Këshillit të Mirë. Profesor Muço, përshëndetje dhe mirësevgjë. Faleminderit për ftesën. Profesor Xhepa, plenumi i Partisë Komuniste të Kinës, plenumi i 4 në Glodhi në seancën e ditë 4 plenare në Pekin, në datat 20-23 tetor, u mblodh duke u miratuar rekomandime për planin e 15 pesëvjeçar të Kinës, ekonomisë së dytë më të fuqishme të botës për zhvillimin ekonomik dhe social. Sipas një komunikate të lëshuar gjatë kësaj seance. Kina tani është në prag të përmbushjes objektive dhe detyrave kryesore të planit të 14 pesëvjeçar, 2021-2025. Ne disa herë kemi folur lidhur me avancimin e Kinës dhe me fuqinë e saj motor të mirëfillt botëror për ekonomik në rritjen 4.5 deri 5% dhe fiteve të fundit. Ku qëndron këto arritje në gjykimin tuaj dhe si përbën një bazë të mirë për përmbushjen e objektivave të masë ambicioze të planit 15? S'pare do ta nisja me konstatim sepse nga pikpamja e terminologjisë ne jemi mësuar ndoshta nga koha dhe nga sistemi i kaluar që planet 5-vjeçare në përgjithësi kanë provuar të jenë një dështim do thoja i dhimbshëm për pjesën më të madhe të botës, por ka një ndryshim të madh sepse do thoya gjatë që kur Kina filloi të hapet dhe të modernizohet, mendoj që ka realizuar një nga kombinimet më perfekte për duke kombinuar tregun edhe planin. Ne kemi provuar që tregu në vetvete pa një plan prodhon dështime serioze, ato që quhen coordination failures, pra dështimet për shkak koordinimit. Ashtu sikur se nga ana tjetër vetëm plani pa tregun, siç e thash, provoi që ishte një dështim i dhimbshëm. Kështu që një kombinim i tregut me garantimin ose më mirë themi ndërtimi një vizioni afatgjatë, sepse ky është plani. Plani është vendos disa piketa afatgjata në mënyrë që operatorët e tregut pastaj të dinë të orientohen dhe ku do të alokohen burimet e kufizuara ekonomike që kemi. Dhe nga ky pikpamje mendoj që ky është modeli i zhvillimit të Kinës, i cili prej kohësh ka provuar që të jetë një sukses i padiskutueshëm. Më pëlqen edhe si model dhe mendoj që realisht kemi shumë gjëra për të kopjuar. Edhe ne në një miniaturë ne kemi buxhete 3 vjeçare për të alokuar burimet, por akoma nuk kemi filluar që të ndërtojmë një vizion më afatgjatë se sa një vizion 3 vjeçar. Për të kthyer tek pyetja juaj, mendoj që plani i 14 vjeçar, pra siç e thash Jurite, që përfundon gjatë muajit të 26, po jemi në fund, deri në fund të këtij viti, mendoj që ka hedhur ka hedhur një farë të rëndësishme, në fakt është hedhur edhe më përpara në planet e kaluara 5 vjeçare, por fokusi ka qenë kryesisht tek green transition, pra ke tranzicioni i gjelbër, dhe në fakt nëse shikojmë se cilat janë arritjet vetëm në këto 5 vite, do të thoya që janë të jashtëzakonshme. Kina sot është prodhuesi numër 1 në botë i EVs në industrinë e makinave elektrike. Është nga prodhuesit më sfidues konkurrues në fushën e paneleve diellore. Kina do thoya në gjithë pothuajse tranzicionin sot është konsumatori më i vogël i qymyrit dhe nga ky pikpamje pra do thoya që kontributi i saj ose më mirë themi roli që ka patur ky plan për në udhëheqjen e gjithë aktivitetit ekonomik në Kinë ka qenë pa diskutim një sukses i jashtëzakonshëm dhe një bazë dhe platformë e rëndësishme për ato që pritet ndodhen të ardhmen. Së dyti do thoya që një dimension i rëndësishëm ka qenë në fushën e teknologjive të reja. Dhe sot Kina vetëm dhe kjo në sajt të fuqizimit të kërkimit dhe zhvillimit, jo vetëm në basic research, si quhet, por jo vetëm në aplikim, por më shumë edhe në basic research, që është një shkallë më e lartë dhe më sofistikuar. Gjë që i ka dhënë asaj një pozicion unik edhe në teknologjitë e reja sot kritike, siç janë fjalë inteligjencë artificiale, rasti DeepSeek për shembull është një rast të suksesi i jashtëzakonshëm. Po shembull të tillë pra mund gjenden në shumë industri. Kështu nga kjo pikpamje mendoj që Kina është në një rrugë të një transformimi të rëndësishëm, është në prag të ndryshimit të modelit të zhvillimit të saj për shkak të kufizimeve të ambientit ndërkombëtar, ndryshimeve që po ndodhin në sistemin e shërbisë botërore, po dhe në gjeopolitikën përgjithësi, dhe për shkak të rolit që ka që udhëheq rritjen e ekonomisë botërore, gjatë 5 viteve të fundit 30% e rritjes së ekonomisë botërore i atribuohet rritjes së ekonomisë së pra
roli që ajo ka edhe dhe impakti që do të ketë për ekonominë botërore si efekt spillover, mendoj që do të jetë një efekt mjaft i rëndësishëm pozitiv. Zoti Gjokutaj, profesor Gjepa tha që gjatë planit të 14-15 vjeçar që po mbaron, është në muajt e fundit, u dhan disa para të mira. Dhe sidomos për tranzicionin e gjelbër. Ndërkohë kemi një shifër të dalën tani në fund nga komunita kadra e Pliniumit që flet për 100 gjatë 5 viteve të ardhshme 100 parqe industrial me emitim zero të karbonit. Në gjykimin tuaj, po ecën ekonomia e dytë më e madhe në botës, edhe madhe e botës në drejtimin e dur? Mendoj që po, pasi faktet flasin vetë dhe natyrisht edhe ajo çfarë më shohet në gjithë ato çfarë po shprehen në vizionin afatmesëm, në shërbim të vizionit afatgjatë të saj, natyrisht që kanë të bëjnë me shndërrimin e rritjes sasiore në një rritje tashmë cilësore, duke vlerësuar ato çfarë janë realizuar deri më sot. Pra kemi një avancim të madh në politikat industriale, por tashmë nevojitet që këto politika industriale t'i shërbejnë edhe përshtatjes me zinxhirët e rinj dhe të vjetër të qarkullimit, por nga ana tjetër edhe zbatimin e atyre lloj standardeve të cilat tashmë janë detyrueshme. Pra Kina ka operuar deri më sot në një oazë që është në një farë mënyrë toleruar në zbatimin e standardeve, por kalimi në një politikë më të hapur natyrisht që kërkon të bëhet më globale ajo politikë që Kina duhet huazojë se sa të zbatohet çfarë ka bërë deri më sot. Nga ana tjetër kemi të bëjmë me atë çfarë Kina e shikon tashmë si një risi për tregun e saj të brendshëm. Pra ka nevojë të zgjerojë pikërisht tregun e brendshëm duke i dhënë një dimension tjetër në aspektin jo vetëm thjesht tashmë në prodhues, në kontribus, pasi deri më tani Kina ka pasur suksese kryesisht në fushën e eksporteve dhe investimeve, tashmë ajo do të ketë të shtoj konsumin e brendshëm. Pra si ka kuptuar që ky lloj zhvillimi i jep një tjetër lloj qasje ekonomisë kineze në aspektin e bazave të qëndrueshme dhe shërbim të vizionit. Pjesa tjetër ka të bëjë më shumë me atë çfarë kërkon tashmë hapja me tregjet. Deri tani Kina është mbajtur si një vend i industrializuar. Kjo kërkon një tjetër lloj modernizimi dhe një tjetër lloj harmonizimi dhe në një farë mënyrë Kina tashmë arrin të shprehet pasi ka siguruar bazën furnizimit, energji lënë të para, ka punuar me kohë dhe pikërisht ky është shpreha më e mirë e zbatimit të vizionit në praktik. Ka rritur kapacitetet e brendshme, qoftë burimeve njerëzore, qoftë kapaciteteve të përpunimit industrial dhe nga ana tjetër ka zgjeruar tregjet duke mësuar sa infrastrukturës të komunikimit, por edhe pjesës së mënyrës se si duhet të garantojë këtë. Pra, i ka mësuar shumë dhe sigurisë dhe nëse kemi parasysh, kemi diskutuar shpesh për sigurinë. Pra, Kina ka nevojë të hyjë te inovacioni i nivelit të lartë, pra asaj. Por natyrisht që ka sfida përpara. Problemi i tarifave, problemi i konkurrencës, mënyra se si ajo po ekspozohet me tregun dhe në një farë mënyrë janë sfidat që vënë në diskutim gjithsa të kohën tregtare të botës, apo atë që Kina deri tani ka qenë përfituesja më e madhe e asaj marrëveshjeve të tregtive të lira. Dhe kjo është një sfidë për të përshtatur me një sa të kohë të re. Nga ana tjetër janë sfidat demografike. Kina vërtet mund mos ketë, siç kanë vende të tjera, emigrim, por ka problemin e plakjes së brendshme. Pra, politika që kanë ndjekur deri më sot, natyrisht nuk ka më atë forcë të re vitale, njësoj siç e kishte 10 vite përpara. Sfidë tjetër është pjesa e pasigurive në vetvete që po ndodhi në botë, dhe kjo ka të bëjë me atë pjesën shkak pasojë, tashmë pasojë, dhe natyrisht përshtatja me politikat e gjelbra dhe përshtatja dhe me partnerin e saj, ka një partner kryesor Europën, por natyrisht dhe me gjeopolitikën e re. Profesor Muço, zoti Gjokutaj përmendi pikërisht sfidat kryesore me të cilat përballet për 5 vitet e ardhshme ekonomia e dytë më e madhe në botës. Në gjykimin tuaj, a janë vendosur drejt në atë këndvështrim afatgjatë që është vërtet thelbësor, e përmendi dhe profesor Gjepa, gjithashtu dhe zoti Gjokutaj, parimet kryesore, vendosja e popullit në radhë të parë, siç thua u doli qartë nga konkluzionet e Pliniumit, ndjekja e zhvillimit me cilësi të lartë, që përmendi dhe zoti Gjokutaj, shumë e rëndësishme, fillimi i gjithëpërfshirës i reformës, promovimi i ndërvepritit midis një tregu efikas, që është ndoshta edhe qesi i suksesit të deri sotëm të Kinës, dhe një qeverie që funksionon mirë me lartpamësinë e planifikimit, si dhe përmirësime të mëtejshme në cilësinë e jetës. Ju duken orientimet e duhura?
Po të shikojmë Kinën sot, dhe shikojmë që është në dekadën e fundit shikojmë që kanë dy anë të medaljes. Aspekti i parë në Kinën në pjesën e fillimit në dekadën së fundit. Ishte Kina që rrite me 7-8% më shumë, ishte motori i ekonomisë globale në një farë mënyrë, një rritje shpejtë, rritje eksporteve të tjerë. Atë që shikojmë sot, apo që në le të themi të pjesë e dytë e dekadës, është që Kina ka filluar që të rritja ekonomike e saj filloi që të zbehej. Sektor prioritar të ekonomisë së saj siç ishte në sektorin infrastrukturave, infrastruktura kryesisht edhe pjesa e një tekstileve, ato prodhime të në masë që përmendi zoti Jokutaj, praktikisht po fillon të kurrë. Kështu që vizioni i ri apo plani i ri kush ishte që përderisa këto dy sektor ka të rëndësishëm të ekonomisë sot ka filluar të kurrë apo ka filluar të shfaqen probleme si sektori i ndërtimit që me falimentime të mëdha, Kina arriti që të ndryshoj këtë status quo, nga një vend që prodhon në masë, prodhon sasi, e ndryshoj në kohë, tregua efektive duke rritur në mënyrë duke investuar dhe duke rritur në mënyrë të ndjeshme produktiviteti që përmendi pak më parë profesor Xhepa. Investoj kryesisht në sektor, në inteligjencën artificiale, në teknologjinë e lartë, pra të gjitha ata sektorë që gjenerojnë produktivitet të lartë dhe gjenerojnë një vlerë të shtuar për ekonominë. Aspekti i dytë vuri re që kurrja, plakja shpejtë e fokusisë e shoqëruar me një mungesë të lindjeve. Një masë tjetër shumë e rëndësishme është niveli i mirëqenies. Që bëri ndërhyrje që mendoj duhet parë efikasiteti i tyre, por që duken në pamje shumë të mirë është aspekti që si të incentivojmë tashmë lindjet, si t'i bëjmë më pak të fushshme apo si të subvencionojë shteti komplet kostun e lindjes si një fëmijë dhe rritjes së tij. Aspekti i dytë është reforma e pensioneve, pra niveli i mirëqenies që është tashmë pensionet janë në nivel global, ata përsëri mundojnë që të bëjnë kombinim perfekt me ato që e përmendi pak më parë profesor Xhepa në të planifikimin te pensionet këtë po bëhet praktikisht. Pensionet kalojnë që shikojnë që një zgjidhje shtetërore është e vështirë dhe kushtueshme, kështu që po kalon drejt një sistemi pensionist privat, pra nga një anë të kemi privati për të rritur efikasitetin, për të dhënë një zgjidhje më të mirë, por nga ana tjetër ky privat duhet kontrolluar nga shteti. Kështu që ata gjithmonë mundojnë të japin këto zgjidhje hibride që janë pak të eksperimentuara, që uroj që do të funksionojë. Pastaj pjesa tjetër që janë efikas në vitet e fundit, po investojnë gjithmonë më tepër te pjesa e teknologjisë, te pjesa e prodhimit në masë, po përmet pak më parë. Misionin e mjedisit, përmet pak më parë fotovoltaik, janë eksportuesi numër 1 në botë. Nëse ne para 5 vitesh, kjo edhe për arsye të ndryshimit teknologjisë kuptohemi, por nëse para 5 vitesh për të ndërtuar 1 megawatt energji nevojiteshin deri në 1.2 milion euro, sot që po flasim kosto fotovoltaike së bashku me UPS ka kaluar 380.000. Po, kjo është pasuri e prodhimit kinez që ka bërë një mënyrë të mundur që gjithë bota të orientohet drejt atyre. Edhe si pasojë një zgjedhje strategjike që në të kaluarën kriprat e silicit që sot janë produkti, le të themi inputi në fotovoltaikëve, ishte një produkt pa vlerë dhe pas një seri në investoi jashtë shumë në mbledhjen e të gjitha këtyre. Pra duket, me të ndoshta këto planet, më tepër se plan mund të tingëllojnë ndoshta jo dhe si një konotacion perfekt apo le të themi inovativ, por që strategjia e tyre shumë efektive. Dhe unë kam përshtypjen që nga ky aspekti gjeopolitik që po ndodh sot në botë, që shikojmë në ditët e fundit çfarë po ndodh me rritjen e ndjeshme të çmimtarit, edhe pse ditët e fundit ishte në rënje, tregon një farë mënyrë që Kina po mundohet si të organizohet të zë një rol të rëndësishëm në këtë pjesën e ndryshimeve të mëdha gjeopolitike që hasin bota sot. Profesor Xhepa, profesor Muço foli pikërisht për këtë aspektin strategjik që ka rezultuar thelbësor i lidhur me treg të hapur, me politikë të hapur, edhe për gjithë vendet e bashkëpunimit në botë të Kinës. Në gjykimin tuaj, objektivat konkrete që ka caktuar pikërisht plenum, Kina të ndërtojë një sistem industrial të modernizuar dhe të forcojë themelët e ekonomisë reale, vendi të arrijë një besim dhe forcë më të madhe në shkencë dhe teknologjia, të tre ju miq e theksuar.
dhe të drejtojë zhvillimin e postave të reja produse me cilësi të lartë. Një treg të donshëm të fuqishëm, punojë më shpejt për të nxitur një model të ri zhvillimi. Pra, sërish diçka e re, një model i ri, i vetat me shumë të drejtë në punë të përgjigjesuar të parë që Kina të duhet ta ripozicionojë veten edhe në dritën e ndryshimeve vërtet kataklizmike mund të themi të tregtisë ndërkombëtare sot. Në qytetin tuaj, janë objektiva të sakta? Po, çfarë do të thënë që akoma nuk ka le të themi një publikim të plotë të dokumentit, në mënyrë që ne mund të diskutojmë në mënyrë shumë të detajuar. Por nga studimet që bëjmë edhe nga diskutimi që po kryhen në nivel botror, pra të flasësh për ekonominë e Kinës është me një impakt të rëndësishme për gjithë botën, kështu që në fakt kuptimi të gjithë vendet janë duke parë se çfarë modeli të ri Kina po përpiqet, sepse në thelb gjithë secili përpiqet shikojë se cilat mund të jenë përfitimet apo impaktet edhe në kontekstin e zhvillimit të ekonomive kombëtare. Por unë mendoj që 3 janë shtyllat themelore që kam arritur unë personalisht të identifikoj. Shtylla e parë themelore është upgradimi ose inovacioni në industri tradicionale. Pra, ideja është që në ato industri tradicionale që u përmendë tani që shërbejnë kryesisht për punësimin masiv të njerëzve, tani të kalojnë një cikël më të lartë të zinxhirit verëzhtuar, pra me teknologji më sofistikuara, të inovojnë në mënyrë që të rritet produktiviteti dhe atje, sepse produktiviteti është baza e rritjes të ardhurave. Pra, ai modeli i ri social, burimin këtu e ka tek përmirësimi teknologjik si mundësi për të rritur produktivitetin dhe rritja e produktivitetit si mundësi për të indeksuar paga, të ardhurat dhe kështu me radhë. Shtylla e dytë ku do të fokusohen në 5 vitet e ardhshme do të jetë në emerging industries, pra në teknologjitë emerging, në ato që po shfaqen aktualisht dhe që gjithë bota po i eksperimenton, kryesisht në segmentet e teknologjisë artificiale etj. Në bioteknologji, në gjithë ato fusha që janë sot, në fushat fancy. Por akoma më e rëndësishme është në teknologjitë e së ardhmes. Pra, bloku i tretë janë ato që s'kan filluar akoma të mbrohen. Kjo do të thotë pra që në fakt kuptimi janë në një lloj avangarde sepse sot le të themi dominimi teknologjik konsiderohet për efektet sigurisë kombëtare, konsiderohet një nga faktorët kyç që lidhet drejt për drejt me sigurinë kombëtare. Kështu që investimet në teknologjitë e së ardhmes, duke filluar sidomos në fushën e baterive, fjala vjen apo në shumë segmente të industrive që janë të panjohura dhe terminologjia e tyre është vështirë për këtë dëgjuar shqipe sot. Por kjo ngjan faktësi fantashkencë, por bloku i tretë i rëndësishëm është pikërisht në kufit e fantashkencës. Pra për të kapërcyer në kufit e teknologjive të sotme, çka i jep si thua vendit mundësinë që hedh farën për planin e ardhshëm pesëvjeçar dhe për vizionin 2036 e kështu me radhë. Pra kjo është ajo që planet e zhvillimit kombëtar krijojnë gjithmonë baza solide, jo vetëm arrijnë dhe konsolidojnë zhvillimet e kaluara, por parashikojnë hedhin bazat se çfarë do zhvillohet në VMC. Kështu nga kjo pikpamje, mendoj që këto piketimi i këtyre 3 bloqeve të rëndësishme personalisht i gjykoj jashtëzakonisht të rëndësishme kritike dhe strategjike. Të gjitha këto pastaj përkthehen në nevojën që ka ekonomia dhe shoqëria, sepse ekonomia duhet të jetë funksion shoqërisë, edhe një ekonomi që nuk prodhon më shumë dhe për më shumë njerëz, kuptoj që nuk gjen mbështetjen e popullit. Kjo ka lidhje me natyrën e brendshme të shoqërisë njerëzore. Nga kjo pikpamje, pra rritja e të ardhurave të njerëzve, mendoj që është kyçi. Ka një vëllim shumë të madh kursimesh brendshme, janë në mos gaboj llogaritën e 22 trilion dollar që janë savings, janë kursimet e njerëzve që nuk përdoren. Pra, sfida sot është si ti bën njerëzit që ti përdorin këto para. Pra, ideja është që kërkohen hapësira të reja se ku konsumatori të fillojë që të bëhet aktiv dhe të luajë atë rolin që luan në një ekonomi të rregull si ekonomia e konsumit dhe përmirësimin standardit të jetës. Të rigjekulte, profesor Muço, profesor Xhepa, ju falenderoj që ishit me ne sot. Faleminderit. Të nderuar miq, ju falenderoj që na ndoqët dhe mirupafshim në takimin e ardhshëm.